Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, zhvilloi një bashkëbizetim me disa gra dhe vajza kryesisht të paangazhuara aktivisht në politik, por me kontribute në fusha të ndryshme, si dhe promotore të iniciativave me impakt ekonomik e kulturor. Bashkë me kandidatët për deputet Eriona Ismaili, si dhe Piro Vëngu, Çuçi mes të tjerash foli për rolin domethënës së Partisë Socialiste në përfshirjen e grave dhe vajzave në qeverisjen qendrore dhe lokale. Ky takim sot më konfirmon dhe një herë që Eriona ka qenë një nga zgjedhjet më të mira që ne kemi bërë, për arsye sepse tu ka njerëz që frymëzojnë dhe që frymëzohen nga Eriona. Dhe kjo është një vlerë, mendoj unë, shumë e madhe për një njeri që do të merret me politik edhe që do të ndryshoj gjërat për mirë nëpërmjet politikës. Unë mendoj që ne kemi bërë një përmbysje të krijimit të barazive, të paktën drejt zhdukjes të gjithë barrierave që krijohen për shkak të ndarjeve gjinore, më shumë se asnjë parti tjetër dhe më shumë se asnjë qeveri tjetër. Duke folur për listën e kandidatëve për deputet e qarkut të Vlorës, Çuçi theksoi se nuk e ka konsideruar atë listë thjesht si kompozim numrash. Sot është një realitet tërësisht ndryshe, tjetër, nga çka qenë të paktën përpara, po themi 15 vitesh. Por nuk është vetëm kjo, sepse ne nuk besojmë thjesht ke numrat. Dhe gjëja që na bën krenar është sepse sot ne nuk shohim thjesht respektojmë numrin. Dhe më besoni, eksperienca ime personale në përgatitjen e listës të kandidatëve për zgjedhjet e 11 majit, po e them unë kush është. Unë nuk kam parë detyrimisht në listë që të shoh duhet të jem një burr i gruaj, jo. Unë kam marrë personalitetet e secilit në analizë dhe produkti ka qenë natyrshëm me përfaqësim 50% gjinor. Duke kërkuar mbështetjen me votë për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, Çuçi tha se brenda mandatit tjetër, Partia Socialiste do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Brenda mandatit tjetër, ne do ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe jemi shumë afër. Në 2027 ne nënshkruajmë kontratën me Bashkimin Evropian, me Brukselin. Çfarë do të thotë? Do të thotë që Brukseli në 2027 na njeh ne si shtet që i kemi plotësuar të gjitha kushtet për të qenë pjesë e familjes evropiane, e Bashkimit Evropian. Dhe pastaj është procesi politik që duhet ratifikuar kjo marrëveshje nga çdo vend antar.